Vizitën e Papa Franceskut kërkon që të mos përdoret. Unë kam bërë një jo shkrim bile, po një letër të hapur kryepeshkivit Rok Mirdita, lidhur me vizitën e Papës me titull që Papa të mos përdoret. Për analistin Fatos Lubonja, bashkëjetesa dhe toleranca fetare në Shqipëri mban në thelb një paradoks, mes asaj që predikohet dhe intolerancës mes njerëzve dhe konflikteve politike të pashtershme. Nuk kemi pasur, më mirë të them, konflikte fetare gjatë kësaj kohe, edhe pse kishim 3 fe, kjo vjen sepse nuk janë instrumentalizuar nga pushteti sepse ajo thënia e famshme e Vaso Pashës, mos shikoni kishe xhamia feja shqiptare. Shqiptaria u ndërtua si konstrukt nacionalist për ndërtuar një unitet për te fesë, mbi etninë, gjuhën, por që eliminoi fetë në një farë kuptimi, i nxori fetë në rol të dytë. Dhe duke dalë në rol të dytë fetë, pras, sepse e vërteta realiteti nuk ishte që këtu kishte një bashkëtesë, përkundrazi po ashtu ai s'bënte thirrje, ajo është një thirrje për të ndryshuar situatën në terren, se situata në terren ishte që shqiptarë që ndarë në të krishterë e musliman që shikonin në drejtime ndryshme. Në logjikën e Lubonjës, miti i tolerancës nuk mund të mbulojë mëkatet e pushtetit. Ky mit nuk është se të mbron gjithmonë, kur ti kultivon varfëri, kur ti kultivon sundim, kur ti kultivon ignorancë, dhe shumë shpejt fetë mund të kthehen dhe të instrumentalizohen, se për shembull edhe në Irak, ku ishte Saddam Husseini, ka qenë siitët, sunitët me shiitët me kristianët jetonin bashkë, po jetonin në varfëri, jetonin në shtypje dhe shiko se sa shpejt mund të instrumentalizohen dhe të vrasin njëri tjetrin. Ndaj kam ngul në kërkesën për një vështrim objektiv të vizitës së madhe të Papa Franceskut në Tiranë. Prandaj kjo elitë s'duhet përdori dhe papën me këtë mit dhe nga ana tjetër të kultivojë varfëri, ignorancë.